إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, fuqiplot prej tij ndihmë kërkojmë, vetëm prej Allahut falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu askush nuk ka mundësi ta devijojë, dhe atë që lën Allahu në devijim në humbje askush nuk ka mundësi ta udhëzojë. Salatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta qofshin pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi mbar besimtarët të cilët e pasojnë në rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar besimtar, Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: "On nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për diçka tjetër vetëm se për të më adhuruar mua." Roli i njeriut në tokë është që t'i kryej obligimet karshi Allahut subhanahu wa taala. T'i kryej detyrimet që i ka karshi njerëzve të tjerë dhe të ruaj veten e tij nga çdo gjë që e determinon dhe e largon nga adhurimi dhe Allahut subhanahu wa taala apo nga mirësjellja me të tjerët. Këto në 3 dimensione është i ftuar njeriu në Kur'an dhe në Sunnet. Ta ruaj veten e tij, ta ruaj dinin e tij, ti ruaj mendimet dhe besimet që i ka të drejta, ashtu që ka kërkuar Allahu dhe pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e mos të devijojnë nga rruga e drejtë. Allahu Azza wa Jall kërkoi prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Fastaqim kama umirt." Qëndro në rrugë të drejtë ashtu qysh je urdhëruar. Qysh na ka urdhëruar Allahu, ashtu duhet të qëndrojmë. Dhe shpesh ajeti që lexohet në hutbe: "Dhe mos disni ndryshe vetëm se duke qenë musliman, të dorëzuar para të Madhit Allah." Vetëm se duke qenë musliman. E sot po jetojmë me një kohë të vështirë, me një kohë ku thirrësa po ka të shumt, por jo për din, por për ta lënë dinin, për ta lënë fenë Allahut Azza wa Jall, për ta lënë adhurimin dhe Allahut subhanahu wa taala. E këta i ka quajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thirrësa në xhehenem, thirrësa në dyer të zjarrit. Ishte një shok e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili u quante Hudhaifa. Ai thoshte: "Çdo herë njerëzit e pyesnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çka është mirë, dhe unë e pyesja pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çka është të keq, nga frika që mos të gaboj." Dhe i thash: "O i dërguari i Allahut, ne ishim në xahiliet, ishim në ignorancë, ishte kohë e keqe, kohë e sherrit. Pastaj erdhe ti dhe udhëzuam. Erdhë ky hajri madh, kjo mirësi. Pas ti hajri a ka sherr?" Ka thonë: "Po, do të vjen një periudhë keqe, një periudhë e sherrit. Po pas atij sherri a do të ketë hajër?" Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Përsëri do të vjen një kohë që do të ketë hajër, por ai hajër do të jetë i mjegulluar. Ajo mirësi do të jetë e mjegulluar, jo e qartë. Po si u dërguar Allahut, po do të jenë disa njerëz që nuk janë të udhëzuar sipas sunetit tim. Nuk janë të udhëzuar sipas sunetit tim. Kanë gjëra të mira dhe kanë gjëra të këqija." Po përsëri në përgjithësi e ka quajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam koha e hajrit, sepse ka mundësi njeriu mu udhëzu edhe në këtë kohë. Por o i dërguar Allahut, pas kësaj periudhe të hajrit, a ka ndonjë periudhë të sherrit? Ka thonë: "Po, janë thirrës në dyer të xhehenemit, do të përhapen thirrës davetçi në dyer të xhehenemit. Kush i dëgjon ata, e hedhin në zjarr të xhehenemit."
Po na tregoi dërguar Allahu si duken ata? Pejgamberi sa më tha, ata tha, jam tha prej lëkurës ton dhe flasin gjuhën ton. E si është shpëtimi o i dërguar Allahut? Thot kapu për xhamatin e besimtarëve dhe për prijesin e tyre. Kapu për njerëzit e udhëzuar për me rujt veten tënde. Largohu nga mjediset e këqija, ku të largojnë dhe të devijojnë nga rruga e drejtë. Mos rri me ta, por rri me njerëzit e udhëzuar, me njerëzit që e kanë frikë Allahun Azza wa Jall, me njerëz që të përkujtojnë për ahiret, e të ndalojnë nga e keqja. E nëse nuk ka xhamat dhe nuk ka prijes, atëherë si t'ja bëj? Pa jeton me ndonjë vend të largët, ku nuk ka njerëz të udhëzuar, vetëm se njerëz të këqij, vetëm se njerëz pabesimtar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, atëherë kapu edhe për rajtin ndonjë lisi dhe qëndroi fort në fenë Allahut subhanahu wa taala. Pa qëndroi dhe veti udhëzuar, nëse nuk ka njerëz tjerë të udhëzuar. Mos rri me njerëzit e këqij, sepse do besohet njeriu dhe devijon. Andaj o vëllezër të dashur, sot kemi raste që shumë njerëz thrasin në dyert e xhehenemit. Ai mund të jetë ndoshta edhe i veshur në petkun e hoxhës, thirrësit, apo thirrëses, apo ndonjë politikani, apo ndonjë njeri tjetër, apo ndonjë njeri me ndikim, me influencë, artiste, ku e diçka. Por janë thirrës në dyert të xhenemit. Kujdes që mos u mashtroni nga gjuha e ëmbël e tyre. Nëse janë mohues të Kur'anit, apo janë mohues të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se njëri nuk vjen me njëherë me qenë mohues i Kur'anit, pa qenë njëherë mohues i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse njëri fillon me pas dyshime në sunetin e fjalët të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me pas dyshime në lënien e sunetit më pas, thot, neve na mjafton Kur'ani, s'kemi nevojë për sunet, veç ka fillu devijimi i tij, ai do ta lënë edhe namazin, ai do ta lënë edhe fejen, sikurse kemi shumë raste. Të gjithë nëse futeni nëpër internetin do të gjeni asi raste të ndryshme. E pa dyshim që kjo do të ngjaj me ata. A dini pse? Se Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an, "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim." Le të kenë kujdes ata të cilët largohen nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga urdhri i pejgamberit alayhi salam. Se ata mund t'i godas një sprov apo dënim i dhimbshëm. Kanë thënë dietarët, po cili është ai sprova e dini? Ka thënë sprova është që ai me lën fenë Allahut Azza wa Jall. Ai me u fut në kufër, Allahu na ruajt. Edhe kështu të kanë gjallë. Thirrëse ka qenë në Islam për vite. Sot mo e ka largu edhe mbulesën dhe është dhe thirrëse në zjarr të xhehenemit. Sepse filloj me mohu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Filloj kinse me gjetë gabime në transmetimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Imam Buhariu apo Muslimi apo të tjerë. Allahu thot në Kur'an, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Mos i ndjek gjëra që ti nuk ke dituri. Mos flit për gjëra që ti nuk ke dituri. Kjo fe është fe e shejt, andaj kujdes. Kujdes se nuk lejohet për çështje të shejta me fol me hamendje. Nuk lejohet, sepse mund të dënohesh. Dhe vjen dënimi Allahut subhanahu wa taala, vjen dëshkimi Allahut Azza wa Jall. Njëri t'i mirët fytyra këtu në dynja, para se me shku tek Allahu subhanahu wa taala, vetëm e thej urdhin Allahut Azza wa Jall dhe i prishi rregullat për të cilat jemi ftuar dhe na ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall të kapemi për ato. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
që na tërhek vëmendjen, thot vjen dikush i shtrirë në fotele dhe i ngopur, dhe thot, çka gjejmë Kur'an halal, themi halal, çka gjejmë haram, themi haram. Ma tutje nuk shkojmë. Hidhrohet dhe nervozohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ja për Allahun, atë që e kam bë unë haram, është që ka bërë edhe Allahu azza wa jall haram. Atë që kam ndaluar unë, u ka ndaluar juve Allahu subhanahu wa taala. Po si mos tjetë ashtu, kur Allahu azza wa jall ka thënë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai nuk flet nga hamendja, por është shpallje që i shpallin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Apo mendoni që shpalljen që ka dërguar Allahu pejgamberit Muhammedit që ka fol ato fjalë, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ato inspirime nga Allahu, a nuk të tjenë të ruajtura, të mbrojtura? Allahu ka dërguar dietar për t'i mbrojtur fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe për t'i tregu se cilat janë ato trillime që janë gjitë dhe që kanë shpif ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj nuk jemi ne ata të cilët na takon neve mi u qas fes pa ditori. E kemi të ndaluar. Allahu azza wa jall thot në Kur'an, ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Kush i madhuron dispozitat e Allahut azza wa jall, kjo është shenjë devotshmërisë. Me madhru sunetin dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka madhru pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Është dispozitë e fesë, suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas sunetin e pejgamberit alayhis salam, njeriu nuk ka mundësi me fal namaz. Se gjitha këto gjërat të sqaruara janë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa rekate dhe çka lexohet në rukue, në sejdë, dhe gjëra tjera që kanë të bëjnë me fenë islame, janë ato gjëra që i ka shpjeguar pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka mundësi të kuptohet Kur'ani pas sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jall thot në Kur'an, ai i cili e respekton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai është i udhëzuar. Ai udhëzohet. Wa in tuti'uhu tahtadu. Nëse e respektoni, e përfillni urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të jeni të udhëzuar. Përndryshe, nuk ka udhëzim pas sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun azza wa jall të na udhëzojë në rrugën e drejtë, të na fal gabimet. Aqulu qawli hadha wastaghfiru li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun azza wa jall, salat dhe selam e qofshin pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur besimtar, thot Allahu subhanahu wa taala, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Atë ju tregoj se kush janë ata njerëz më të shkatruar, më të humburit me veprat e tyre. Pra pas kanë punu, por janë të shkatruar, janë të humbur. Ata të cilët kanë devijuar dhe u kanë humbur veprat e tyre që i kanë bërë në këtë dynja. Dhe qatë dynjas, gjatë jetës së tyre kanë menduar se janë duke bërë vepra të mira. Kanë menduar se janë duke bërë mirë. Kanë menduar se janë në rrugë të drejtë. Kanë menduar se ne kemi më të mirë. Ne jemi të udhëzuarit, kurse këta besimtar, këta musliman janë të devijuar. Allahu azza wa jalla na tregon për këta njerëz. Padyshim që veprat tona dhe fjalët tona duhet t'i krahasojmë me fjalët e Allahut dhe me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse aty është peshorja për të peshuar drejt se sa e kemi më të mirë dhe sa e kemi të gabuar. Vëllezër dashur besimtar, ajo që ka kërkohet prej besimtarëve
është që jeti sinqert. E dyta, të ketë dituri të shëndosh, të mësoj, të studioj, të pyes kur nuk din, e mos i qaset fes pa dituri. Dhe e treta, të ketë urtësi. Urtësi të di se kur dhe çka dhe si duhet të veprohet. Allahu Azza wa Jall u ka drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: "Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana." Thirri njerëzit, ftoj në rrugën e Allahut Azza wa Jall me urtësi, me mençuri dhe me këshilla të bukura. Andaj o vëllezër dashur besimtar, kjo është emanet për Allahut subhanahu wa taala, të jemi të udhëzuar, të jemi në rrugë të drejtë. Të dim se si mi u qas fes, mos të flasim për çështje madhore fetare, e që nuk kemi as bazament të mjaftuar nga ditoria islame, sikur që janë çështjet e akides, çështjet e dinit, çështjet madhore, ku dietarët të bohen dhe analizojnë dhe studiojnë, andaj dalin pastaj me një përgjigje. E mos jemi nga ata të cilët nguten, sepse ngutia në këto raste kthehet me të keqe, kthehet me dënim prej Allahut subhanahu wa taala. Kthehet me mëkate dhe ky mëkat mund të arrijë deri tek dalja nga feja islame. Allahu na ruajt. Allahu na përmirësoj gjendjen tonë. Allahu na udhëzoft në rrugën e drejtë. Elusim Allahun Azza wa Jall ta ruaj popullin tonë dhe mbar muslimanët nga çdo e keqe që i kanoset atyre. Elusim Allahun Azza wa Jall të na udhëzoj neve dhe përmes neve të udhëzojë edhe të tjerët. Elusim Allahun të ndihmoj muslimanëve kudo që të jenë nëpër botë. Elusim Allahun Azza wa Jall të shëroj të sëmurit tanë, të laj borxhet tona, të mëshiroj të vdekurit tanë. Elusim Allahun subhanahu wa taala kur të ndahemi prej kësaj dynjaje, prej kësaj bote, të ndahemi duke qenë Allahu i kënaqur me neve. Elusim Allahun që vendi ynë të jetë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenetin Firdaus. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.